Verlindja e vendit po përballet me kushte të vështira atmosferike si pasojë e motit të ftohtë dhe temperatura të ulta që kanë përfshirë zonën gjatë ditëve të fundit. Fillimi i kësaj jave është shoqëruar me ngrica të forta në orët e erishme të mëngjesit, duke krijuar vështirësi në çarkullimin rrugor dhe duke rritur rrezikun për drejtuesit e mjeteve. Situata ka qenë më problematike në akset dytësore dhe rrugët rurale, veçanërisht ato që lidhin qytetin e Kukësit me qendrat e njësive administrative dhe fshatat përreth, ku temperaturat të ulta kanë favorizuar formimin e akullit në segmentet të rrugore. Në rrugën e Kombit, një nga akset kryesorë të çarkullimit, që në orët e para të mëngjesit janë angazhuar strukturat përgjegjëse për hedhjen e kripës me qëllim parandalimin e ngricave dhe garantimin e sigurisë për automjetet që çarkullojnë në këtë rrugë me rëndësi kombëtare. Ndërkohë, ekipet e Bashkisë Kukës vijojnë të jenë të angazhuara në terren duke punuar pa ndërprerje në të gjitha zonat problematike. Mjetët dhe punonësit janë shpërndarë në fshatra dhe në rrugët lidhëse, ku po kryhet hapja, pastrimi dhe trajtimi i akseve rrugore për të mundësuar lëvizjen normale të banorëve, si dhe për të shmangur izolimin e zonave më të thella. Sipas së policisë rrugore, deri në këtë moment nuk janë raportuar incidente apo aksidente të shkaktuara nga kushtet e motit. Megjithatë, autoritetet u bën apel të gjithë përdorësve të rrugës që të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të kufizojnë shpejtësinë brenda normave të lejuara, veçanërisht në zonat ku prania e ngricës është më e theksuar. Autoritetet lokale mbeten në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast emergjente, ndërsa u kërkohet banorëve të informohen vazhdimisht për gjendjen e rrugëve dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në orët e para të mëngjesit dhe mbrëmjes, ku rreziku nga ngricat është më i lartë.